Spitali i Gostivarit ka objektin me infrastrukturë më të mirë në krahasim me spitalet e vendit, por ende ka pjesë që nuk janë prekur nga investimet, siç është reparti i ginekologjisë dhe pediatria. Kështu deklaroi ministri i Shëndetësisë Azir Aliu gjatë vizitës që ja bëri sot Spitalit të Gostivarit në kuadër të nismës së tij për të bërë analizë të infrastrukturës në të gjitha institucionet shëndetësore në vend. Momentalisht jemi duke bërë analizë të infrastrukturës në nivel të shtetit. Pra sot jemi në Gostivar, bashkë me drejtorin pam disa prej reparteve, prej infrastrukturës që ende nuk është renovuar. Unë patjetër të them që Gostivari është një prej, le të themi, godinave që është bukur duket, mirë, edhe do të fokusohemi në këtë pjesë që nuk është investuar për arsye të kohës dhe para. Tani sa dolëm prej ginekologjisë, do të thonë atje ka hapësirë për të investuar, gjithashtu edhe në pediatri këtu ka hapësirë për të investuar. Ndërkaq drejtori i Spitalit të Gostivarit Besnik Zeqiri tha se prioriteti i tyre mbetet ginekologjia, por edhe rikthimi i ehus së gjirit si dhe furnizimi me një mamograf. Falenderojmë ministrin, domethënë që është edhe nga Gostivari dhe erdhi ta shohë spitalin e Gostivarit. Ne kemi biseduar edhe më parë, por edhe sot ja prezantuam domethënë e para çfarë duhet të renovohet, e para gjë domethënë edhe ku erdhëm ku jeni edhe ju është reparti ginekologji akusherisë, domethënë i cili nuk është investuar gjatë kohë, domethënë me këta kushte që janë ginekologët tanë janë shumë të mirë dhe punojnë dhe fëmijët tanë këtu kanë lindur dhe do lindin, po do ishte mirë që të jetë siç e pam me juve gjithashtu ishim edhe në reparti më poshtë, reparti i pediatrisë i cili është renovuar, ka edhe që pjesë të cilët mund akoma të hapen diçka më të re, domethënë për eho të fëmijëve dhe kontrollime të veshëve të fëmijëve. Ministri i shoqëruar nga drejtori dhe punëtorët shëndetësor të Spitalit të Gostivarit kaluan të gjitha repartet me radhë për të parë nga afër kushtet në këtë institucion shëndetësor dhe për të fituar një pasqyrë më reale rreth prioriteteve në të ardhmen.